Thotë se Nuh a.s. ka qenë pejgamber i parë dhe gjithsej, pejgamber ka pas 124, kurse unë i di që ka pas me qindra mija nëse bën me tregu përgjigjen e saktë. Zoti shpërbleft mas për herë për këtë pyetje. Shpesh herë do thotë dietarët islam kur folin për pejgambert, i emërtojnë me dy emra. Një emër është Rasul edhe një emër është Nebi. Ashtu që do thotë fjala Rasul dhe fjala Nebi kanë dallim. Kur janë veç kanë çetër kuptim, a kur janë bashk e kanë një kuptim. Fjala Nebi çka do të thonë? Do të thonë pejgamberi i Allahut i cili punon me ligjin e pejgamberit i cili ka qenë para tina. A kemi qartë? Do thotë fjala Nebi, do thotë pejgamber i dërguar i Allahut i cili punon me ligjin i cili ka qenë para tina. Si për shembull, thonë Musa alayhis salam, a qenën pejgamber që ka pas ligj, a qenë Rasul, ndërsa vllavi i tina Haruni a qenë vetëm se Nebi, i cili ka punu me ligjin e kujna? Me ligjin e Musës ka punu. Ashtu që do thotë pejgambert të cilët Allahu Dhu Xhelali ka dërguar në sipërfaqen e tokës, me hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu, janë 124.000 pejgamber. Do thotë 124.000 pejgamber. E pi atinve 124.000-ve, do thotë 5 janë ulul azm, do thotë pejgamber dallum. I pari pitinve fillon Nuhi alayhis salam. Pastaj Ibrahimi, pastaj Musa, pastaj Isa, edhe më në fund është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këto janë do thotë pejgambert 5 të dallum. A jashtë këtinve do thotë me emën e me mbiemën, Allahu Dhu Xhelal në Kur'an i ka përmend 25. A jashtë këtinve 25-ve sa janë? Do thotë janë edhe 124.000 pejgamber, do thotë të dërguar pi anës Allahu Dhu Xhelal, të cilët do thotë e kanë përhap këtë din, të cilët do thotë i kanë mësuar njerëzit se Zoti është një, ai është krijuesi, edhe ai është planifikuesi, edhe ai meriton me u adhurua dhe kërkush tjetër. Ashtu që do thotë ki mirë ka lexuar dhe është e saktë thotë pyetjen të cilën do thotë e ka parashtruar. Ashtu ndërsa për Nuhin al-Islam do thotë dietarët islam thonë që është çish më thonën rasuli i parë, kupton? Mas Ademit alayhis salam, të cilët Allahu Dhu Xhelali ka pru shpallje, do thotë është Nuhi alayhis salam, me të cilën do thotë fillon një civilizim i ri.